بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ato të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën e kaluar jemi ndalë dhe kemi folur në lidhje me llojet të agjerimeve, përveç agjerimeve që janë farze, siç është Ramazani, kompenzimi i Ramazanit, apo agjerimi i cili njeriu zëtohet se me agjeru, të cilat janë farze. Kemi folur se cilat ditë janë sunete mu agjeru, dhe kemi cek llojet e atyne. Mëse ndaj kemi vazhduar me për cek cilat ditë janë mekruh me agjeru. Dhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të përfundojmë këtë çështje duke treguar se cilat ditë janë të ndaluara me agjeru. Me agjeru janë të ndaluara dy ditët e Bajramit, Fitr Bajramit edhe Kurban Bajrami. Dita e parë e Fitr Bajramit dhe dita e dytë e Kurban Bajramit. Realisht këto nuk lejohet me agjeruar, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të agjerohen këto dy festa. Por thjesht për asnjë arsye, sipas mendimit më të saktë, që nuk bën besimtari, domethënë me agjerue as Fitr Bajramin, as Kurban Bajramin. Mirë po, pas ditës parë Fitr Bajramit, domethënë pavarësisht se të na thojnë 3 ditë ka ky Bajram, ai tjetri 4 kështu me radhë, dhe realisht ky Bajram e ka vetëm një ditë. Domethënë është vetëm dita e parë e Fitr Bajramit, ajo e cila është ndaluar. Se nëse dën me fillu me kompenzim, mundesh me herë mas ditës dytë Bajramit, ose dën me përcjell Ramazanin me 6 ditë Shevalit, mundesh fillu me herë mas ditës dytë të Fitr Bajramit. Pra thjesht vetëm dita e parë është ndaluar. Ndërsa te Kurban Bajrami është pak më ndryshe. Te Kurban Bajrami është ndaluar dita e parë e Kurban Bajramit, mirë po është ndaluar edhe 3 ditë tjera që quhen Ayamut Tashriq, apo ato ditët të cilat realisht haxhit arrin domethënë në Mina edhe i gjujnë gurt, e që është ndaluar me i agjeruar edhe këto si ditë e Bajramit. Edhe këto lejohet vetëm për një rast mu agjeru. Ai cili është haxh e ka haxhin me kurban, e nuk ka mjete materiale me prej kurbanin, atë në kompenzim të kurbanit ka lënë në agjerim, nga se kështu të ka ardhur ajeti kuranor, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. Dhe ai cili s'ka mundësitë materiale me prej kurban, atër le të kalon në agjerim 3 ditë, le të agjeron gjatë haxhit, e 7 kur kthehet në familjen e vet, e gjitha janë 10 ditë. Pra, mas ditës së parë të Kurban Bajramit, për atë person i cili ka haxhin me kurban, nuk ka mundësi me prej kurbanin, atëherë kalon domethënë
në agjerim e agjeron 3 ditë, edhe mundet me agjeru këto e jemë të shrik, dhe më thonë ditën e 2, 3, 4 të bajramit që i thojmë ne në vendin tonë. Këto jenë sa i përket dhe më thonë të ndaluarave edhe nuk ka diçka tjetër. Mësëndej djetarë, autori ka cekur në çështje tjetër dhe ka treguar se në parim disa ibadete kanë kohën e vetë edhe nuk kanë hapësirë më shty. Mirë po disa ibadete kanë kohën më të gjerë edhe kanë mundësi më ushty. Mirë po me bëmja nis farzit në këtë kohën kur është dhe më thonë e zgjeruar koha, atër nuk e kitë lejume me prish. Tash me shembull do të kuptoni se çka po them. Koha e Ramazanit e ka kohën e ngushtë, dhe më thonë duhet me agjeru. Nuk mundesh me zavendësue agjerimin në Ramazanit me në agjerim tjetër. Për shembull, nëse një njeri o shku udhëtar, edhe udhëtarit i lejohet me e prish, e me thonë, thot, unë e Zoti me ka leju me prish Ramazanin, po pe agjerej një ditë, dhe më thonë, një zotime që e kom ba, ose një agjerim vullnetare kështu më radhë, i thëmë ja. Allahu të ka leju ty për arsye të udhimit me e prish. Mirë, po nëse dënë me agjerua, s'ka vend me agjeru tjetër çka vetëm se Ramazani, se kjo është koha dhe më thonë e agjerimit Ramazanit. Mirë po, ka adhurimet të cilat e kanë kohën më të gjerë. Për shembull, kompenzimi i Ramazanit, mas Ramazanit, për ato ditë që e ke prish me arsye në Ramazan, kanë kohën 11 muaj, derisa të vjen domethënë Ramazani tjetër. Apo namazi si namaz. Për shembull, koha e drekës hin kohë të caktuar, mirë po e vazhdon deri në kohën e drekës. Mundesh me fal domethënë. Fillim drekës kur të hin koha, në mes, në fund, edhe pse më mirë është me fal domethënë në fillim. Edhe të çështja kur kemi folur për kompenzimin, edhe pse ka kompenzimi atë kohën e gjerë 11 muaj që ki mundësi me kompenzu në Ramazanin, mirë po është mirë dhe sunet njeriu me shpejtue edhe kur t'ja nisë me agjerue, me i agjerue domethënë ditë, domethënë radhazi dhe ngjitazi pa ndërprej. Kjo është sunet, po mirë po nuk është obligim. Në rregull, ka pas kohë 11 muaj me agjeru, mirë po me herë mas Ramazanit, mas 3-4 dite, ja nisi me agjerua ditën që ka kompenzim të Ramazanit. Mirë po thot, vëllan gjysdites u lodha. A bën me prish? Që tash përsha njeriu ja nisi mu falë. Dhe më thonë, namazin që është farz. A fjallën agjerimin që është farz dhe namazin farz. Që tash me ja nisi njeriu mu falë, me falë dreken, edhe me thonë, valla më rallë men, diçka pas kom harruë, e atë shkajt e marë, a bën me prish namazin, edhe pse realisht, dhe më thonë, dreka ka kohën më të gjatë, edhe pse agjerimi ka, dhe më thonë, kohën më të gjatë, mirë po në qofë se i hinë farz, qofë të agjerimit, qofë namazit, nuk lejohet më me e prish, nga se ka arë në jetë kuranor, wala tubtilu a'malakum, dhe mos i prishni veprat e juaja. Thojnë djetarët, një prej komenteve, mos i prishni masë që i keni ba, duke ja u përmend njerëzve, duke vënë mëkate të tjera kështu me radhë. E thojnë nëse Zoti ka kërkuar mos me i prish masë që i ke bë, atëherë duke i bë, nuk vjen shprehje me i prish. S'lejohet domon me nëse ja keni namazit farz. Edhe me thon, po ka kohë me falë më vonë, pe prishi tash e falë mas një gjysmë sahati. Ose ja keni me i kompenzu ditë Ramazanit që janë farz. Me thon, po valla më lodha sot e la dikur kur bëhet më flat daptë në sene, ose kur s'ka diell, ose kam punë më pak kështu më radh. Ja, kur ja ka nis agjerimit farz më nuk ka me prish. Po nëse ke nis me agjeru vullnetarisht, sunet si të agjeru farz. Domethënë është ditë e hune, ditë e ajte. Ja ke nis me agjeru. A bën me prish? Po dyshim që duhet bën me prish edhe s'prish punë, nga se kështu ka vepruar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka dietarë që thonë është me krah. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë ka ndodh, ka hyrë në shtëpi vet, e ka takuar Aishën radhiyallahu ta'ala anha dhe i ka treguar se na kanë sjell hedije do një lloj hallve, një lloj ushqimit të këndshëm që ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka treguar se jam gjenushëm për peprishje, mirë po ka qenë domethënë agjerim vullnetar edhe e ka prish. Mirë po është një mesele tjetër përderisa jam te çështjet vullnetare. Thash agjerimin vullnetar mundesh me prish.
Mirë po është një mesele që edhe kur je vullnetar, nuk bën me e prish se ka ardhur argument i qartë për ajetit kuranor që ato s'bën me prish edhe pëqoftë se jetu bëha vullnetarisht. Çështja umrja dhe haxhi. Ka umre dhe haxh që njëherë në jetë është farz me e bë për atë që ka mundësi. Pas kësaj në çdo sen që e bën prej umreve prej haxhit është vullnetar dhe sunet. Mirë po, edhe kur është farz haxhi, edhe kur është sunet, edhe kur është umrja farz, edhe kur është sunet, me me hije dhe me njetë. Nuk mundesh me prish si agjerimi vullnetar, mirë po duhet me përfundue nga se ka ardhur në ajet kuranor wa atimul hajja wal umrata lillah, dhe përfundone haxhin dhe umrën për Zotin, domethënë nëse e keni domethënë e keni filluar atë. Edhe te haxhi, nëse njeriu ka arsye mund me prish, po masandej ka domethënë pasoja se do të me prej kurban, duhet kështu me radhë, përveç nëse e kurzon. Edhe te agjerimi, domethënë nëse njeriu fillon me agjeru farz, e thash agjerimin farz nuk bën me e prish, mirë po i vjen një arsye shumë e madhe, që valla e sheh rrugës dikon të fundos, edhe duhet me i shpëtu, ose e sheh një zjarr që të djeg, edhe duhet me ju ndihmue. Në kësi rastet tjerë zakonshme, si këta shembuj që i kanë se i ka po të ngjashme, kanë thonë edhe pse në parim nëse agjeron në agjerim farz nuk lejohet me e prish, në këto raste domethënë bëhet përjashtim edhe prishet, edhe masandej e kompenzon edhe nuk ka gjë të keqe. Përndryshe nëse e prish agjerimin që është farz, edhe pse e ka kohën më të gjerë, mundesh në 11 muajve me kompenzu kur dush, mirë po e ke bën jetë me agjeru farze, e ke prish pa arsye, thonë dietarët, përveç se duhet me kompenzu një ditë tjetër, atëherë duhet fillimisht me bë teube dhe pendim të Allahu Azza wa Jall. Autori al librin tash e ka përfunduar me një mesele tjetër që ka të bëjë pashtu me agjerimin, ajo është etikafi, që e cekëm mëdhje në hutbe, se ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse realisht nuk lidhet me Ramazan, se njeriu në etikaf mundet me hije kur don dhe jashtë Ramazanit. Mirë po përderisa zakon i besimtarëve, edhe vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që me bë etikaf në xhami, atëherë shumica dietarëve kanë cekur këtë çështjen e etikafit me herë mas agjerimit, se kur kanë folur për agjerimin, dispozitat e agjerimit, që e prishin agjerimin, kanë folur edhe për etikafin, se zakonisht etikafi bëhet thash në Ramazan, edhe atë bëhet domethënë në 10 ditën e fundit. Mirë, po çka është etikafi? Etikaf në gjuhën arabe është më kap për diçkafit edhe me nejt në të. Që kjo është domethënë etikaf. Ndërsa në shariatin ton, etikaf është njeriu me qëndru në xhami për me adhuru Allahun Azza wa Jall. Edhe kjo është sunet i fortë, me Kur'an, me sunet, me ijma konsenzus dietarëve. Po them me Kur'an, nga se Allahu Azza wa Jall në suratul Baqara, kur ka folur për Ibrahimin dhe ndërtimin e tij të Çabës, edhe sikur e kanë pasi që e kanë ndërtuar, domethënë i kanë lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ia pranon këtë vepër Ibrahimit dhe Ismailit. Për këtij ajeti Allahu Azza wa Jall ka thonë, i ka urdhëruar Ismailin dhe Ibrahimin an tahira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud, me pastru shtëpinë e Zotit, Çabën, e që ke bën çdo xhami ku është shtëpia e Zotit, për ata që të bojnë tavaf Çabën, për ata që të bojnë itikaf në Çabë apo dikun tjetër, për ata që të binë ruku edhe në sejdë, dhe kjo është për argumenteve, domethënë që dietarët e marrin se sa vepër fisnike është njeriu me i nejt gati xhamis edhe me pastru xhamin, nga se Allahu Azza wa Jall me këtë urdhër ju ka drejtuar pejgamberëve Ibrahimit dhe Ismailit. Mirë po, që po du me thonë është se e më argumentu që këtë rast ka treguar se xhamin duhet pastruar edhe për ata që janë
në etikaf, nga se etikafi bëhet në xhami. Kjo është argumenti nga Kurani, nga sa argumenti tjetër nga Kurani është se Allahu Azza wa Jall kur ka folur se nuk lejohet me hongër edhe me pi njeriu gjatë agjerimit, prej agimit deri në perëndim diellit, e ka cekë edhe një dispozit tjetër, ka thonë dhe mos ju afroni grave wa antum aakifuna fil masajid, e ju jeni duke qëndruar për të adhuruar Allahun Azza wa Jall në xhami, që lënd kuptohet se etikafi bëhet në xhami. Dhe etikafi është domethënë sunet edhe çështje e kërkuar. Mirë po, argument nga suneti e kem shumë të qartë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë etikaf dhe ditët e para, masandej dhe ditët e mesme, masandej ka bërë dhe ditët e mesme dhe ditët e fundit, dhe në fund të jetës së tij ka bërë etikaf 10 netëshën dhe 10 ditëshën e fundit. Këtë traditë ka vazhduar sa ka qenë gjallë derisa ka vdekur. Kështu kanë vepruar edhe bashkëshortët e tij të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kështu kanë vepruar edhe sahabët nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argumenti tjetër që domethënë është sunet, ka konsenzus të dietarëve që domethënë kanë thënë se pejkues pejgamberit këtë besimtarët, pej sahabëve, dietarëve, njerëz të mirë, domethënë e kanë praktikuar këtë sunet dhe e kanë gjallë këtë sunet duke qëndruar 10 natën e fundit, sidomos 10 ditën e fundit të Ramazanit në xhami. Çështja që duhet me ditë është se etikafi bëhet në xhami. Edhe kjo pothuajse sipas konsenzusit, edhe pse është një domethënë mos pajtim i dobët që realisht nuk shikohet, mirë po gjitha argumentet e shet që faktikisht etikafin e kanë lidh me xhami. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë etikaf në xhami, nuk u bëhet etikaf as në shtëpi, as domethënë dikon tjetër, mirë po etikafi bëhet në shtëpi. Çështja tjetër që e kanë cekur te etikafi, sa është koha minimale e etikafit? A mundet më llogarit etikaf në qëndrim që e kem në, si tash që po rrim në pas namazit, që ose rrim deri në akşam, ose pe akşamit deri në yatsi, apo e ka një kohë minimale? Shumica e dietarëve thonë se edhe një orë me nejt në etikaf, me lejen e Allahut Azza wa Jall e ka arrit shpërblimin. Nga se nuk është përcaktuar në argumentet e qarta se çfarë kohe, atëherë edhe një orë me nejt mjafton. Mirë po ka dietarë tjerë që thonë se paku një ditë, domethënë një ditë edhe një natë. Nga se ka ardhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Omer radiallahu ta'ala anhu i ka thonë: ja Rasulullah, unë jam pa të zetue se ku më nejt një natë në etikaf në Kabe. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: përmbaju zëtimit tënd, nga se realisht nëse njeriu zëtohet me ju bind Allahut Azza wa Jall, duhet me kryer nëse ka qenë ai zëtim para Islamit, selemon nëse zëtohet në Islam. Mirë po për këtij rasti të Omerit radiallahu ta'ala anhu, dietarët e kuptojnë se realisht kur ka thonë një ditë, e që në disa transmetime ka ardhur një natë, e disa transmetime ka ardhur një ditë, e që të të nëshikam pas dietarë në spatime sa a është vetëm nata për qëllim, a është vetëm dita për qëllim, a është nata e dita 24 orë për qëllim. Faktikisht më spatime mes dietarëve, e që domethënë ka për dietarëve që thonë jo etikaf pa 24 orë nuk ka. E ka për dietarëve që thonë kjo kthehet domethënë te tradita se qysh e llogaritën njerëzit se çka njerëzit e ka një etikaf. Qofse një orë se llogaritën se të tonë virrina ka për në drekën një kendi, nështë ose për jakëshom në jatësi, ose për jatësis, për nëse në xhamie, atër nuk e llogarit kërkush këtë punë etikaf, atër asë është në etikaf. Mirë po në qofse fillon me nejt një ditë, ose 2 ditë, ose 3 ditë, e llogaritet kjo etikaf, atër dhe më thonë llogaritet etikaf, mirë po etikafi më i mirë është dhe më thonë që njeriu me qëndru 10 netëshën apo 10 ditëshën e fundit prej perëndimit të diellit të ditës së 20 Ramazanit deri sa të shihet hona e re që ka hi muaj Shawal edhe u bë Bajram. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është se a bën në çdo xhami me bë etikaf, a janë vetëm disa xhamia. Ka për dietarëve që thonë etikaf duhet me bë
vetëm në xhami të Çabës, xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në xhamin e Aksas, e cila është në Jerusalemin e sotshëm. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masajid thalatha, s'ka i'tikaf vetëm se këto 3 xhamia. Edhe ka për aty dietarët që me ngulm e mbrojnë këtë mendim. Mirë po ka edhe ata shumica dërmuese të dietarëve që thonë se ky hadith kontestohet se nuk është nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është nga Hudhaifja, fjala e Hudhaifës, shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i bie që është mendimi i tij, fjalët e tij e kanë kundërshtuar shokë tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë lënë këtë çështje, me qenë më e gjerë. Ka për dietarëve që thonë edhe nëse është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është derogu për shkak veprimit të sahabëve që kanë vepruar ndryshe, s'kanë vepruar me këtë hadith. E ka prej dietarëve të cilët thonë se nuk është as i deroguar as fjala e Hudhaifës, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur me përcaktuar se vetëm këto 3 xhamia bëhet itikaf, vetëm ka dashur me thonë se në këto 3 xhamia është itikafi më i mirë, nga se sevapi natyrisht është më i madh e jo më ndaluar që me bëj itikaf në xhamia tjera. Mendimi më i saktë, Allah e di më së miri se realisht më së miri është në ato 3 xhamiat, mirë po lejohet në çdo xhami tjetër me bë itikaf. Mirë po e kanë kurzuar dietarët që në çat xhami ku hin njeriu me bë itikaf, duhet më fal 5 vakt namaz. Nga se nëse është burr, e nëse nuk është musafir, e që është shnosh, e kemi cekur kur kena folë kush e ka obligim namazin me xhamat, e që ta e kanë, gruaja se ka obligim e ka burri, i smutit se ka obligim e ka i shnoshi, musafiri se ka obligim e ka vendasi. Faktikisht nëse i je burr, i shnosh edhe vendas e ki obligim namazin me xhamat, atëherë zgjedhën një xhami ku falet namazi me xhamat. Jo me shku një xhami e cila është lanë e thot, e s'falen 5 vakt namazet në të, e tanë që ti do të me dalë pe xhamisë pas hemditje, me shku në xhamin tjetër më të afërt më falë. Po thjesht këtë kusht e kurzojnë, që realisht njeriu kur hen xhami për me adhuru Allahun azza wa xal, edhe nuk del, edhe nëse ka nevojë si në rastin konkret me fal 5 vakt namazin. Mirë po le të zgjidh xhamin e cila falet në 5 vakt namaz aty që mos me pas nevojë me dal njerë xhamis. Ndërsa se kanë kurzu me kon që falet xhumaja. Tash të në vendin tonë është një traditë që xhamiat edhe nëse janë shumë afër njëra tjetrës, secila e fal xhuman, edhe pse ndoshta nuk mbushën ato xhamia. E realisht kjo nuk është traditë e muslimanëve edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Realisht xhamiat janë për mu bashku xhamati. Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka pas xhamia tjera në përlagje me hallat Medinës, vetëm xhamit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u fal xhumaja. Edhe kështu ka vazhduar më tepër se 100 vjet, vetëm qytetet e mëdha që kanë qenë grumbulluese të njerëzve janë fal xhamat. E kështu të konë mirë më vë edhe në kohën tonë, që realisht nëse janë disa xhamia në lagje të afërta njëra me tjetrën, e që nuk mbushën, edhe nuk ka nevojë për më fal xhamat në gjitha xhamiat, më fal një xhami. E kështu që nuk është kusht, nëse ka që si vendet, që të nas ka, se tash në gjitha xhami fal 10 xhumaja. Në Arabi Saudite për shembull ku kam jetuar, shumica e xhamia të lagjeve i falin 5 vaktet, po se falin xhuman. Vetëm xhamia kryesore e lagjes se i fal xhuman atë, se që aty bashkohen këtë xhamate. Tash ti mundesh me bë itikaf secilën prej këtyre xhamijave, se kurzohet do të më fal 5 vaktin. Edhe pse s'falet xhumaja, s'prish punë se një herë në javë, eventualisht 2 herë në javë, një herë ose 2 herë në 10 ditë ku me tra tyje me dal për xhamije me fal xhuman, edhe kjo nuk prish punë edhe nëse je itikaf. Përkundrazi nëse del për 5 kohë të namazit, atëherë kjo nuk lejohet. Janë edhe 2 çështje që mos më zgjat, sepse ka çështje tjera që të i marrim vazhdim. Çështja nuk është kusht patjetër njeriu me pas abdes me kon itikaf. Ama xhunub s'bën me kon itikaf. Edhe gruaja me menstruacione nuk bën me kon itikaf. Apton se ka ardhur në ajet kuranor
që kur ka folur për disa raste që nuk duhet, ka thonë wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dhe kur jeni gjunub, përveç nëse jeni udhëtar, derisa të domethënë pastroheni, që i bie që gjunublloku, ai që është gjunub nuk rrin xhami, edhe njëtën hyçëm apo njëtën dispozite ka gruaja, domethënë e cila ka të përmojshmet që mos me hyje domethënë xhami me bë etikaf. Vetëm te gratë është një meselë tjetër, se kanë thonë gruaja e cila është e martuar apo gruaja e cila ka prind, a lejohet me hinë etikaf pa leje të burrit? Domethënë gjithë dietarët thonë se kjo çështje nuk lejohet, nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur në xhami ka hyje, i ka pa disa tenda. Ju në pak shumica më të ri dhe se monin men në xhamit Haxhi Veselit përpara të Nën Mitrovic, ata që ishin në etikaf e dajshin me perdë si lloj shatorash, që u dishin që çka pjesë është e caktuar, domethënë edhe që to ishin ata që do të ishin domethënë në etikaf. Njëtën traditë që ka qenë deri vonë kohën tonë, ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kur ka dalë në xhami ka pa disi tenda, edhe ka pyet ku janë këto, ka thonë Aishës edhe Hafsas, grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që realisht pejgamberi s'ka ditë për këtë punë hiç, që ato bodojnë me hinë etikaf, edhe i ka thonë që hjekni shatorat se në farforme, nuk keni marrë leje, edhe pa lejen time nuk duhet me vepru një gjë të tillë, edhe ja u ka larguar. Mirë, po edhe anën tjetër, burri si burr ka nevoja, pse ne themi që njeriu është preferuar mu përkushtu në adhurim, edhe me ngjall 10 net e fundit domethënë me adhurim, s'do të thotë kjo që burri s'duhet me flajt nëse ka nevojë me flajt me gruan e vet. Pra thjesht përderisa ka nevojë mund të me flajt. E përderisa ka nevojë, atëherë nuk s'do me lejuar gruan e vet me hinë etikaf, atëherë edhe në këtë aspekt që është shumë logjik, shumë edhe i pranuar shëndetisht, duhet me pas miratimin fillimisht të burrit, që ose don me hije domethënë etikaf, ndoshta po mjaftohem me kaq për mos me zgjat, edhe të përfundojmë disa dispozita që kanë bajnë, do thonë me etikafin në ligjëratën e kaluar, duke lutur Allahun azza xal që të na jap sukses që të shfrytëzojmë këtë ditë të mbetur të Ramazanit me agjërim e adhurime dhe na i pranon ato. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.